i cili si duket gjatë kësaj periudhe kohore ka ushqy shpresën e tij dhe ka ushqy praktikisht egon e tij që ai ka numrat e nevojshëm, ka numrat e mjaftueshëm për të qeverisë vendin, pra është qeveria e parë që tashmë përfundoi një mandat të plot 4 vjeçar, dhe si duket ky diskurs e ka mbajt gjallë shpresën që edhe pas non shkurti do të jenë formula të njëjta. Ju kujtojnë ju ato shifrat numerike që subjekti në fjalë do të merr këto vota tjera, por se këto vinë dhe dalin në sipërfaqe, pra vëhen në pak në momentin kur del rezultati i zgjedhjeve, i cili praktikisht ua pamundson të dyja kampeve që të kenë pozicion komod, pozicion të favorshëm, e para për të zgjedhur kryesuesin e kuvendit, e përtej zgjedhjes së kryesuesit të kuvendit është e rëndësishme etike, bile, unë mendoj që është edhe argumenti kryesor rreth të cilit bëhen të gjitha këto skena, është fakti që kush do ta formojë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Në farforme kë e shihni në këtë situatë më tepër fajtor? A i takon bara kryesore mbase partisë së parë, e cila ka dalë pra sipas renditjes në këto zgjedhje? Po, këtu fundit nuk flasim për fajin, sepse faji është i përgjithshëm. Por nëse ju insistoni, atëherë unë them që normalisht bara më e madhe e përgjithësisë ose bara e përgjithësisë ndahet në raport me pjesën e përgjithësisë që kanë ata, e votës që kanë. Dhe në këtë drejtim mendoj që normalisht subjekti fitues ka në përgjithësinë e tij, ka në dorën e tij që të shtyejë procesin përpara ose të ofrojë alternativa. Pra, kur them të shtyejë procesin përpara, duhet ta propozojë një emër dhe të njëjtin ta votojë, dhe nëse eventualisht nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, duhet të ofrojë alternativa dhe ofrimi alternativa në kupton ato që provoi pra subjektin fjalë, pra vetëvendosje të bën me lidhjen demokratike, por nëse nuk funksionon me lidhjen demokratike, atëherë do duhej me gjetë mënyra të tjera, pra me subjekte të tjera, por se përgjithësia i bie gjithmonë të parit. Para së gjithash kjo bëhet shumë e dukshme dhe shumë e prekshme për faktin që të gjitha subjektet politike kanë emrusin e përbashkët, ose kanë pajtueshmërinë e përbashkët që pozicioni ose pozita e kryetarit të parlamentit i takon subjektit fitues të zgjedhjeve, dhe në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Mendoj që është në dorën e tyre që ose ta shtyjnë për këtë proces ose të ofrojnë alternativa të tjera për të ecur përpara. Sa kanë punuar përgjithsisht sipas vlerësimit të juaj partitë politike për të dalë nga ky ngërç politik, veçmas partia e parë, Lëvizja Vetëvendosje? Jo, mendoj që si partia e parë, ashtu edhe partitë tjera, në këtë drejtim janë krejtësisht të barabarta, sepse ato të paktën ato që kemi parë në publik është krejtësisht e njëjtë, dhe parimisht është ajo e cila saktësisht nuk do duhet të ndodhte. Sepse edhe sot, pra në përpjekjen e tyre të 16, kemi pas skenarin e njëjtë të cilën kemi pas qysh në takimin e parë. Dhe në këtë drejtim shohim që nuk kemi lëvizje ose nuk kemi oferta